Kemi të dhënë shprehjen dhe kërkohet të gjejmë vlerën e saj. Për të gjetur vlerën e një shprehje, ne duhet të dimë saktë radhën e kryerjes së veprimeve në një shprehje. Atëherë, në qoftë se shprehja ka fuqi, në fillim kryhet fuqia. Atëherë llogaritsim veprimi i parë, fuqit. Veprimi i dytë, nëse shprehja ka klapa, kryhen veprimet brenda klapave. Veprimet klapave kryen sipas kësaj radhe. Në fillim veprimet brenda klapës rumbullake, më pas veprimet ndërmjet klapës katrore dhe në fund veprimet ndërmjet klapave gjarpëroshe, sikur shprehja të kishte të gjitha këto. Më pas kryhen shumëzimi dhe pjesëtimi sipas radhës së dhënë, nga e majta në të djathtë. Dhe veprimi i katërt, për shembull këtu ku kemi shumëzim, pjesëtim, në fillim do kryhet shumëzimi, pastaj pjesëtimi. Dhe e fundit është mbledhja dhe zbritja sipas radhës së dhënë, nga e majta në të djathtë. Mësojini mirë këto rregulla. Atëherë fillojmë me shprehjen tonë 4 në katror, është fuqia 16 minus 3 mbetet siç është, plus 2 që shumëzon veprimi i dytë ishte klapa, 3 plus 5, 8. Pjesëtuar për 4 barë. Mbledhja dhe zbritja sipas radhës së dhënë dhe shumëzim pjesëtim sipas radhës së dhënë. Atëherë 16 minus 3 plus 2 herë 8, 16, më falni, pjesëtuar për 4, veprimi tjetër është ky pjesëtuar. 16 minus 3 plus 16 pjesëtuar për 4, 4. Thamë që mbledhja dhe zbritja sipas radhës së dhënë. Atëherë 16 minus 3, 13 plus 4 dhe pastaj mbledhja 13 plus 4, 17. Pra gjithë shprehja do të dalë kjo. Veprimi i parë këtu mund të kryente edhe këtu, për të vazhduar rregullsinë dhe teorinë që ju thash, e lash për deri në fund. Pra edhe nëse ti kryen njëkohësisht këto dy veprime, nuk prishte punë. Pra gjithë shprehja jonë doli 17. 4 në katror, 16 minus 3 plus 2 herë 3 plus 5 në klapa bën 8, pjesëtuar për 4. Kryhet në fillim veprim shumëzim pjesëtim sipas radhës së dhënë, nga e majta në të djathtë. Kush është i pari? Shumëzimi. 2 herë 8, 16, pjesëtuar për 4. Atëherë 16 minus 3, 13, 16 pjesëtuar për 4, 4. Mbledhja dhe zbritja sipas radhës së dhënë, nga e majta në të djathtë, është në fillim zbritja, atëherë 16 minus 3, 13 plus 4, 13 plus 4, 17. Pra, radha e kryerjes së veprimeve në një shprehje është si më poshtë. Në fillim kryen fuqit nëse ka në shprehje, pastaj veprimet në klapa në qoftë se ka, më pas shumëzim pjesëtim sipas radhës së dhënë, nga e majta në të djathtë, më pas mbledhje dhe zbritje, nga e majta në të djathtë. Faleminderit për vëmendje.